Le ta mendojmë pak kështu. Vendimmarrja është si një proces prodhimi. Imagjinoni mendjen tonë si një fabrikë që punon pa pushim 24/7. Ajo merr informacion si lëndë të parë dhe e përpunon për të nxjerrë vendime, vazhdimisht. Dhe kjo na sjell te pyetja kryesore. Si ja del mban truri ynë të marrë mira vendime, çdo ditë të vetme? Seriozisht, ndaluni dhe mendoni pak. Volumi është thjesht i jashtëzakonshëm, nga gjërat e vogla, si çfarë të veshim apo çfarë të ham, deri te vendimet super komplekse vë punë. Si ka mundësi që nuk digjemi fare? Cili është sekreti? E po, pikërisht këtë do të zbulojmë së bashku. Përgjigjja është sa e thjesht, aq edhe geniale. Truri ynë nuk e ka luksin të analizojë çdo detaj të vetëm për çdo zgjedhje. Në vend të kësaj, ai ka evoluar për të përdorur një sistem tepër efikas, një sistem shkurtesash të fuqishme mendore. Dhe këto shkurtesa kanë një emër zyrtar, heuristika. Mendojeni si rregulla praktike, si hamendje të bazuara në përvojë. Tani, a janë ato perfekte? Absolutisht jo. Nuk garantojnë përgjigjen e saktë 100% të rasteve, por në shumicën ndërmuese të situatave, na shërben më së miri dhe na kursejnë jashtëzakonisht shumë kohë dhe energji. Dhe pikërisht këtu qëndron çelësi i gjithçkaje. Qëllimi një heuristike nuk është të jetë e përsosur, por të jetë efikase, të jetë e shpejtë. Në thelb, ajo çfarë bën është që zëvendëson një pyetje të vështirë me një pyetje shumë më të lehtë, një pyetje që truri ynë mund t'i përgjigjet menjëherë. Okej, tani le të hyjmë në thelb. Do të fillojmë me heuristikën e parë, e cila është vërtet fascinuese. Quhet ankorimi dhe përshtatja. Duket si term teknik, por ideja është shumë e thjeshtë. Kur na duhet të bëjmë një hamendje, një vlerësim numerik, mendja jon kapet pas numrit të parë që dëgjon. Ky numër bëhet ankora jon. Pastaj, çdo gjyqim tjetër që bëjmë, thjesht përshtatet paksa rreth asaj ankor. Për ta kuptuar më mirë, le të shohim një eksperiment klasik të psikologjisë. Imagjinoni që jeni pjesë e këtij studimi. Kërkuesit ju bëjnë këtë pyetje të çuditshme. Në majën e Everestit, uji vlon mbi apo nën 260 gradë Celsius. Tani, sigurisht, të gjithë e dinë që kjo shifër është absurditet, por ky nuk ka rëndësi. Ky numër është thjesht një kurth. Pasi njerëzit thanë sigurisht që nën, ata u pyetën, po sa mendoni se është pika e vërtetë e vlimit? Dhe ja ku vjen pjesa shokuese. Vlerësimi i tyre mesatar ishte rreth 134 gradë Celsius. Edhe pse e dinin që 260 ishte një shifër krejtësisht e gabuar, ai numër funksionoi si një ankor e fuqishme, duke i tërhequr hamendjet e tyre shumë më lart se realiteti. Okej, por çfarë ndodh nëse ndryshojmë ankorën rrënjësisht? Eksperimentuesit morën një grup tjetër njerëzish dhe i pyetën: a vlon uri mbi apo 90 gradë Celsius? Sërish, një pyetje me një përgjigje të qartë. Të gjithë e dinë që vlon mbi atë temperaturë. Por kur u pyetën për vlerësimin e tyre, përgjigja mesatare ishte vetëm 57 gradë Celsius. Shikoni diferencën, më shumë se 2 fish më pak se grupi parë. E gjitha kjo vetëm sepse numri fillestar, pra ankora, ishte i ndryshëm. Kjo tregon fuqinë e pabesueshme të ankorimit. Një numër fillestar, sado e gabuar, mund ta deformojnë totalisht gjyqimin tonë. Dhe bëhet edhe më e çuditshme. Po sikur ankorat jetë komplet e rastësishme, e palidhur me asgjë. Në një studim tjetër të famshëm, studiuesit rrotulluan një rrotë fati para pjesëmarrësve. Kur rrota ndaloi te numri 10, vlerësimi i tyre mesatar për numrin e kombeve afrikane në OKB ishte 25%, por kur rrota ndaloi te 65, vlerësimi mesatar u hodh në 45%. E pabesueshme, një numër totalisht i rastësishëm ndikoi vlerësimet e tyre për një çështje gjeopolitike. Mirë, le të kalojmë tek heuristika e dytë, e cila ka të bëjë me kujtesën dhe perceptimin e rrezikut. Quhet disponueshmëria. Ideja bazë është kjo. Sa më lehtë të na vijë ndërmend një shembull i diçkaje, aq më të zakonshme dhe më të mundshme e mendojmë atë. Në thelb truri ynë ndron pyetjen e vështirë, sa shpesh ndodh kjo në të vërtetë, me një pyetje shumë më të lehtë, sa shpejt mund të gjej një shembull në kokën time. Le ta ilustrojmë këtë me një pyetje klasike, një pyetje rreth rrezikut. Çfarë ka më shumë gjasa të vras dikë? Në njërin anë kemi sulmet e peshkaqenëve. Janë dramatike, të frikshme, filma të tërë bëhen për to dhe mediat i mbulojnë pa pushim. Shembujt na vjen me njëherë në mendje apo jo? Në anën tjetër kemi diçka shumë të zakonshme, një makinë shitse.
diçka që e shohim çdo ditë dhe rrallë ose kurrë nuk përfundon në lajm. Por ja ku qëndron e vërteta statistikore, e cila është paksa tronditse. Lista e gjërave që vrasin më shumë njerëz çdo vit sesa peshkaqenët është e gjatë dhe plot surpriza. Jeni gati? Hipopotamët, mbytja nga hodogët, rënja nga krevati, copat e akullit që bien nga çatit, dhe po, edhe makinat shitse. Pse? Sepse imazhet dramatike dhe të frikshme na bëjnë të mbivlerësojmë rrezikun real, ndërsa i nënvlerësojmë rreziqet e përditshme. Dhe ky efekt mund të ketë pasoja serioze. Shikoni këtë shembull. Në vitin 2015, mbi gjysma e amerikanëve mendonin se dhuna me armë ishte rritur gjatë 20 viteve të fundit, por realiteti, të dhënat zyrtare tregonin se ajo ishte ulur, madje me gjysmë. Atëherë, pse ky hendek kaq i madh? E thjesht, cikli lajmeve 24 orëshe. Çdo incident dhune shfaqet menjëherë dhe me detaje të gjalla, duke krijuar një përshtypje të gabuar se rreziku është kudo dhe po rritet. Okej, euristika e tretë dhe e fundit për sot, quhet përfaqësueshmëria. Kjo është në thelb shprehja të gjykosh një libër nga kopertina, por e aplikuar në vendimarrje. Ne vlerësojmë mundësinë e diçkaje bazuar në sa mirë i përshtatet ajo një stereotipi që kemi në kokë, dhe shpesh duke i ignoruar totalisht shifrat dhe statistikat reale. E le të bëjmë një ushtrim të vogël mendor. Imagjinoni që jeni në metro. Shikoni dikë që po lexon me vëmendje The New York Times Book Review. Pyetja është, çfarë ka më shumë gjasa? Që ky person të ketë një doktoratur apo të mos ketë fare diplomë universitare? Intuita jon menjëherë thot, doktoratur, sigurisht. Sjellja e tij përputhet me stereotipin ton të një akademiku. Por pikërisht këtu intuita na tradhton, sepse Alona bën të injorojmë diçka tepër të rëndësishme që quhet shkala bazë. Shkalla bazë është thjesht sa e zakonshme është diçka në popullsi, dhe realiteti është ky: më pak se 1% e popullsisë ka një doktoratur, ndërkohë rreth 70% e njerëzve nuk kanë fare diplomë universitare. Pra, edhe pse personi duket si akademik, gjasat statistikore janë dërmuese që ai i përket grupit shumë më të madh. I njëjti gabim mendor na bën të shohim një basketbollist të talentuar në gjimnaz dhe të themi, "Wow, ky do të bëhet profesionist me siguri." Ai duket si një profesionist i ardhshëm, përputet me imazhin që kemi, por ne harrojmë të pyesim, cila është shkalla bazë, sa lojtar gjimnazi bëhen vërtet profesionist? E vërteta statistikore është brutale, vetëm 0.03%. Shanset janë astronomikisht kundër tyre, pavarësisht sa të talentuar duken. Pra, pasi kemi parë gjithë këto defekte në softuarin ton mendor, çfarë duhet të bëjmë? Hapi i parë dhe më i rëndësishmi është të mos i shohim si dështime. Euristiket nuk janë gabime që duhen çrrënjosur. Ato janë thjesht veçori të parashikueshme të mënyrës si funksionon mendja jon. Sfida është të mësojmë t'i dallojmë kur po na çojnë në rrugë të gabuar. Pra, si mund të bëhemi mendimtar më të kthjellët? Këtu janë disa pyetje të thjeshta për t'ia bërë vetes. Së pari, kur bëni një hamendje, ndaloni dhe pyesni, cili është numri i parë që më erdhi në mendje? A është ai një ankër e arsyeshme? Së dyti, kur mendoni për një rrezik, pyesni, apo e mbivlerësoj këtë sepse është diçka dramatike apo sepse ndodh realisht shpesh? Dhe së treti, kur gjykoni një situatë, mos harroni kurrë, cila është shkalla bazë, cilat janë faktet e ftohta përtej stereotipit. Në fund të ditës, ideja nuk është të eliminojmë këto shkurtesa mendore. Të themi të drejtën, kjo do t'ishte e pamundur dhe jo efikase. Qëllimi vërtet është t'i kuptojmë ato, t'jemi të vetëdijshëm për to, të dim të dallojmë se kur një shkurtesë po na shërben mirë dhe kur ajo thjesht po na mashtron. Dhe kjo na lë me një pyetje të fundit për të reflektuar. Tani që i dim këto mekanizma, këto defekte të vogla në sistemin ton operativ mendor, cilat nga bindjet tona më të forta, më të palëkundura, mund të jenë thjesht rezultati një shkurtese mendore? Mendoni për këtë.